بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في الوقت التحلل الحج المفرد عائشة بن هاجن ما تتيبت قيران عائشة بن أمرن nuk lirohet rrin rrobat e ihramit derisa të bëj haxhin, kjo quhet haxhi qiran. Kur del ky nga ihrami, Hafsa radhiyallahu anha tregon se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ma sha'nu an-nasi hallu bi umratin wa lam tatahallal anta min umratik?" O i dërguar i Allahut, si është puna, njerëzit bën umre dhe dolën nga ihrami, ndërsa ti nuk e dal nga ihrami. Pejgamberi sa se çfarë haxhi boni? Pejgamberi sa se boni haxhin qiran. Haxhi qiran çfarë është? Bësh umren, mos të dalësh nga ihrami dhe të bësh haxhin pastaj. Ndërsa njerëzit për cilët flet Hafsa, çfarë haxhi kanë bërë? Haxhin tamattu, umre, kanë dalë nga ihrami, kanë bërë rroba të zakonshme, pastaj në kohën e haxhit kanë bërë haxhin. Hafsa me të drejtë nëna e besimtarëve pyet: "O dërguar i Allahut, si është puna? Njerëzit e bën umrën dhe dolën nga ihrami, ndërsa ti e ke bë umrën pas ke dalë nga ihrami, se pejgamberi sa nuk e hoqi ihramin. Ishte duke bë haxh tjetër pejgamberi sa, lloj tjetër haxhi." Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inni labadtu ra'si wa qalaltu hadi fala uhillu hatta anhar." Unë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam labadtu ra'si, do të thonë i kam lyer flokët e mia pra para ihramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vuni misk në kokë dhe kam marr me vete qurbanin tim. Prandaj nuk do të kaloj në lirim derisa të bëj qurbanin. Prandaj nuk do të kaloj në lirim derisa të bëj qurbanin. Pra ai që është karim nuk del parashikon haxhin qiran, ai nuk del nga ihrami vetëm se siç del haxhiu. Po mirë, kur del haxhiu nga ihrami, janë 4 punë që duhet bëjë haxhiu ditën e Kurban Bayramit: gjuajtja e gurve, therrja e kurbanit, jo kurban me kuptimin e këtij tonit këtu, kurbanin e haxhit, qethja ose ruajtja e flokëve dhe tawafi me sa'in. Nëse i bën këto të katërta, ka dalë nga ihrami komplet, që do thot lirimin e vogël dhe lirimin e madh. Nëse bën nga këto të katërta 2, ka dalë me lirimin e vogël, që do thot i lejohet me heqë rrobat, i lejohet me u parfumos, i lejohet me u vesh, me u zhvesh, e kondicione të tjera të gjitha, përveç marrëdhënieve me bashkëshortën nuk lejohet. Pa i bot gjitha nuk lejohet marrëdhënie me bashkëshortën, lirimi plot. Nëse bën 2 nga këto të katërta, quhet lirimi i vogël, pra lejohen ca gjëra, po të gjitha. Kështu që pejgamberi sa se tha nuk do të lirohen pa bërë qurbanin. Nuk do të lirohen pa bërë qurbanin. Pra i bie që qurbanit ishte e dyta, ren hata. Gjuajtja e gurve, në nahri, ha qethja, ruajtja, tawafi me sa'in. Kjo është ditja e veprave, ditën e Kurban Bayramit si mas sunetit. Po nëse njeriu i përzin, s'ka problem. E rëndësishme po boni 2 nga 4 ka dalë nga ihrami. Atëherë ai që e bën haxhin qiran, ky është ideja e kapitullit, del nga ihrami siç dalin gjithë haxhit, pra nuk ka ndonjë status të veçantë ai.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.